I now call upon Mother Teresa. Më 10 dhjetor të 1979 në Oslo të Norvegjisë, Gëndxhe Bojaxhiu t'ju dha çmimin Nobel për paqen, duke u bërë shqiptarja e parë fituese e çmimit më prestigjioz në botë. Në motivacionin e çmimit thuaj se Nën Tereza, tashmë shpallur shenjtore, u vlerësua për punën e palotshme në ndihmë të varfërve, të sëmurve, jetimëve dhe personave në vështirësi, duke demonstruar shërbim të thellë vetmohues që i solli shpresë dhe dinjitet njerëzimit të vuajtur, duke e kapërcyer varfërinë dhe shqetësimin si kërcënim për paqen dhe duke frymëzuar bamirësinë globale përmes misionarëve të saj të bamirësisë. Në çastin e marrjes së çmimit Nobel, një nga klerikët që merrte pjesë në sallë e pyeti Nën Terezën se nga ishte. Së kohë ajo deklaroi: "Jam lindur në Shkup, jam shkolluar në Londër, jetoj në Kalkutë dhe punoj për të gjithë njerëzit e varfër në botë. Atdeu im është një vend i vogël me emrin Shqipëri." Shën Tereza kishte vështirësi për të folur rrjedhshëm shqip, pasi largimi prej 70 vitesh dhe qëndrimi në ambientet jo shqipfolse, por ajo kur nuk e ka mohuar origjinën e saj shqiptare. Ajo ishte nën kujdestare e 7500 fëmijëve në 60 shkolla. Ishte nënt që mjekonte 960.000 të sëmur në 213 dispanseri. Ishte e vetmja në botë që trajtonte 47.000 viktima të lebrozës në 54 klinika, kujdesej për 3.400 pleq të braktisur dhe të lënë rrugëve në 20 shtëpi pleq. Kishte birësuar po ashtu 160 fëmijë ilegjitim dhe jetim.